Iniciativën e gazetarit Bledi Mane dhe kryetares së Bashkisë Përmet, zënjë Salma Hoxha, virtuozi i pavdekshëm i klarinetës dhe i folklorit shqiptar Laver Bariu, do të nderohet me një statuj që do të vendoset në qytetin e tij të lindjes. Falëmbështetjes financiare të një grupi përmetarësh fisnik, Lart Kasaj, Behar Mançellari, Leonida Komino, Gjergj Luca, Elvis Toçi, Ylinda Dhame, Edi dhe Ervin Manushi, si dhe Alma dhe Zamos Pathara, skulptori i ri i talentuar Alem Toska ka realizuar një vepër arti që do të qëndrojë përgjithmonë në qytetin e luleve. Statuja e mjeshtrit Laver Bariu, i njohur për meloditë e paharrueshme të klarinetës dhe kontributin e tij të jashtëzakonshëm në muzikën popullore shqiptare, do të vendoset në një nga pikat më simbolike të qytetit, Lulishtja e Shatërvanit, pikërisht aty ku është marrë vendimi për ta kthyer këtë hapësirë në Pantenonin e përmetarëve të pavdekshëm. Autori i veprës Alem Toska ka shprehur mirënjohjen për të gjithë ata që kontribuan në realizimin e këtij projekti të veçantë dhe ka njoftuar se përhyrimi zyrtar i statujës do të zhvillohet gjatë javës së 3 të muajit maj. Me këtë akt simbolik, meloditë e klarinetës së usta Laveri do të përjetësohen jo vetëm në kujtesën e çdo shqiptari, por edhe në zemrën e Përmetit, ku figura dhe muzika e tij do të jetojnë për herë në bronz në zemër të qytetit.